Thot Ibn Qayyim Gjauzia në një thënie të vetën, thot Allahu subhanahu xhella xhelalu e ka veçu muajin e Ramazanit prej 11 muajve të tjerë, ashtu siç ka qenë i veçum Jusufi alayhi salam, i dashur, ka qenë më i dashur te babai vet. Ashtu siç e përmend që ka qenë Jusufi alayhi salam midis 11 Allahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Nuk ka mirësi më të madhe dhe nuk ka begati më të madhe që Allahu subhanahu xhella xhelalu i ka dhënë besimtarëve muslimanëve në përgjithësi se muaji i Ramazanit. Pse e them këtë? Sepse është muaj që Allahu subhanahu xhella xhelalu jo më kot e ka veçuar. Shumë bukur e thot Ibn Qayyim Gjauzia në një thënie të vetën, thot Allahu subhanahu xhella xhelalu e ka veçu muajin e Ramazanit prej 11 muajve të tjerë, ashtu siç ka qenë i veçum Jusufi alayhi salam, i dashur, ka qenë më i dashur te babai vet. Ashtu siç e përmend që ka qenë Jusufi alayhi salam midis 11, kur ka pa në ëndër 11 planetet, ashtu ka qenë i veçu pra Jusufi alayhi salam për këtyre 11 planeteve që i ka pa në ëndër, që i ka rënë sejdë, po të këtu dietarët tonë që kanë qenë vëllezërit e vet, kështu që edhe muaji i Ramazanit midis këtyre 11 muajve të vitit është i veçum. Prandaj Allahu subhanahu xhella xhelalu kur na tregon, na thot në Kur'anin Kerim, i përmend disa aspekte ose disa ajete që flasin pikërisht rreth Ramazanit dhe çka ka ndodhur muajin e Ramazanit. Gjërat më të bukura ka ndodhur në Ramazan. Gjërat më të mira ka ndodhur në Ramazan. Gjërat më madhështore faktikisht ka ndodhur në Ramazan. Allahu subhanahu xhella xhelalu kur e përmend Kur'anin Kerim thot: "Ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an." Muajin e Ramazanit ka fillu zbritja e Kur'anit. Jo vetëm zbritja e Kur'anit ka qenë muajin Ramazan, po sipas historianëve musliman flas dhe sirës dhe historisë islame, thuhet që edhe librat e tjerë, profetëve të tjerë që Allah azza wa jalla i ka pas dërguar para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë pikërisht muaji Ramazan. Muaji Ramazan që veçohet për muajve të tjerë, Allahu subhanahu xhella xhelalu ka përmend gjithashtu në një sure të veçantë që flet pikërisht për natën më madhështore në muajin Ramazan, ajo është nata e Kadrit, Lejletul Qadr. Gjithashtu Rabbul Alamin xhella xhelalu kur e përmend Kur'anin Kerim dhe faktin tjetër që thot Allahu azza wa jall ayam adudat, janë ditë të numëruara të këtij muaji, dhe subhanallah Allah azza wa jall do më na tregu që koha kalon shpejt. Dhe Allahu subhanahu xhella xhelalu do më na tregu që merrni çdo minutë, merreni çdo sekond, merreni çdo ditë të Ramazanit, mos ju kaloj pa bëj ibadet dhe pa bë punë të mira. Pse? Sepse Allah azza wa jalla thotë e jema adudet, janë ditë të caktuara, janë ditë që kalojnë shpejt. Kështu që këto ditë që kalojnë shpejt, duhet punosh edhe shumë shpejt, duhet punosh edhe punë të hajrit, duhet punosh edhe punë të mira, punët që na ka urdhëruar Allahu subhanahu xhella xhelalu. Allah azza wa jall e ka veçu Ramazanin edhe për ibadeteve tjera faktikisht, subhanallah. Ndoshta keni dëgjuar ligjërata plot, po nuk është keq me i bë një përkujtim vetit tim edhe juve gjithashtu. Allah azza wa jall kur e veçon muajin e Ramazanit, e veçon agjërimin faktikisht, kur thot Allahu subhanahu xhella xhelalu kullu amal, është hadith kutsi, kullu amal bani Adam lah illa sawm fa innahu li, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Çdo punë e birit të Ademit, çdo punë që njeriu faktikisht bën, çdo vepër që njeriu bën, thot Allah azza wa jall i ke për vetin tënd. Përveç agjerimit, agjerimi është i imi, thot Allahu subhanahu xhella xhelalu. Këtu lind pyetja tani, pse i madhi Zot xhella xhelalu e ka veçu agjerimin prej krejt ibadeteve? Normal që çdo ibadet që ne e bëjmë për hir të Zotit. Një ibadet që nuk është për hir të madhit Zot, nuk është niyeti, nuk është qëllimi për Allahun azza wa jall, ai ibadet është i refuzuar për Allahut azza wa jall. Nuk ka diskutim në namazin, leximin e Kuranit, çdo vepër që njeriu e bën duhet ta bëjë për hir të Allahut azza wa jall. Ktu flitet që e veçon Allah azza wa jall agjerimin për shkak e veçon ke shpërblimin.
Tani edhe një herë lind pyetja pse Allah Azza wa Jalla e ka veçuar agjerimin për ibadeteve të tjera. Kush është e fsheta e kësaj? E fsheta e kësaj është që lidhet me atë që e përmendin dietarët dhe faktikisht edhe secila prej nesh e ndjen, është që është ibadet i fshehtë. Është ibadet i fshehtë. Ky ibadet, ky agjerim i zbulon njeriu dy gjëra: njetin dhe frikën ndaj Zotit. Njetin dhe frikën ndaj Zotit ta zbulon pikërisht agjerimi. Flasim që është ibadet i fshehur, sepse ti ndoshta mund të hecesh udhës edhe mund të shikosh njerëz dhe nuk e dikton kush agjeron dhe kush nuk agjeron, përveç ai që han edhe pin hap tas ja tjetër punë. Ne flasim që kush shikon njerëzit në rrugë dhe nuk e dikton kush agjeron dhe kush nuk agjeron. Namazin ti nuk më qefesh, do të hysh në xhami ose në shtëpinë tënde, leximin e Kuranit të kështu, dhe shkruajnë në haxh ose në umre dhe kështu. Domethënë që janë gjëra që janë ibadete që shifen. Agjerimi është i msheft. Prandaj Allahu subhanahu xhelle xhelalu e ka veçuar agjerimin në shpërblim. Këtu lind pyetja dhe një herë, po të mendojmë thellë thellë, sa bukur dhe sa peshë dhe sa vlerë pas kanë ibadetet të Allahu subhanahu xhelle xhelalu, ato ibadete që njeriu i man mes ti dhe mes Allahut subhanahu xhelalu. Nuk është dhe nuk ka nevojë ta marrë vesh ose ti tregosh dikujt se sa hatme, se sa lexim Kuranit je bë. Nuk ka nevojë ti tregosh njerëzve se sa ibadet, se sa namaz ti ke bë. Nuk ka nevojë mes teje mes Allahut subhanahu xhelalu. Nuk ka nevojë për reklame të tilla. Mjafton që ti ta bësh për hir të Allahut subhanahu azza wa jall. Prandaj këto që ne duke pa faktikisht dhe ndigjojmë, unë e këshilloj vetin tim dhe pastaj edhe të tjerët që nuk është mirë me u reklamu dhe nuk është mirë mi nxjerr reklam se sa ibadet un kam bë, se sa hatme kam bë, se sa mukabele kam shku. Do thonë mes teje mes Allahut azza wa jall, kjo na mëson agjerimin. Këtë na mëson Allahu subhanahu xhelle xhelalu duke na shpjeguar dhe duke na treguar që ky agjerim që ju agjeroni është i veçantë te unë. Pse është i veçantë? I veçantë në shpërblim pa kufi. Pse? Sepse ka atë që fshehtësinë dhe sinqeritetin për hir të Allahut subhanahu xhelle xhelalu. Pra, kur njeriu i bën punët mes atij dhe mes Allahut subhanahu xhelle xhelalu, kjo është puna më e mirë dhe kjo puna më e dashur të Allahut subhanahu azza wa jall. Është një transmetim, thuhet Allahu Teala alem saksin, po dietarët e përmendin, thuhet kur Allahu subhanahu xhelle xhelalu e ka kriju këtë dynja. Melaqet i kanë pa malet. Dhe i kanë pa malet të forta, të larta. Dhe kanë pyetur Allahun subhanahu xhelle xhelalu, ka thënë ja Rabbi, a ka krijesë më të fuqishme se malet që ti ke kriju? Allah azza wa jalla i thot hekuri është më i fuqishëm se mali, sepse hekuri e rrafshon malin. Thot ja Rabbi, a ka krijesë më të fuqishme se hekuri? Allah azza wa jalla i thot zjarri. Po ta hudhësh hekurin zjarr, ai shkrihet. Thot ja Rabbi, a ka krijesë më të fuqishme se zjarri? Ka thënë Allah azza wa jalla uji e fikën zjarrit. E thënë ja Rabbi, a ka krijesë më të fuqishme se uji? Allah azza wa jalla i thot era është më e fuqishme se uji. Ka thënë ja Rabbi, a ka krijesë më të fuqishme se era? Ka thënë Allahu Teala alem, ka thënë biri i Ademit, ai njeri i cili i jep me të djathën dhe nuk e din e majtën dhe jep me të majtën dhe nuk e din e djatha, do të thonë veprimin, dhënien, sadakan që e bën çeftas për hir të Allahut subhanahu xhelle xhelalu. Do të thonë, prandaj është ajo që kur sa zakonisht e lexojmë këtë hadith kutsi, zakonisht ndigjojmë ligjërata të shumta që Allah azza wa jalla e ka veçuar agjerimin në shpërblim, po pse e ka veçuar? Kush është urtësia e veçimit agjerimit në shpërblim? Pikërisht Allahu e din më së miri, pikërisht ajo sinqeriteti që ka njeriu ndaj Zotit në këtë veprim, në këtë ibadet dhe frikën që ka njeriu kur e bën këtë ibadet. Dy gjëra i duhen njeriu në ibadetet e veta: sinqeritetin për hir të mallit Zot xhelle xhelalu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din. Thot Allah azza wa jalla, nuk i kam kriju njerëzit përveç se të më bëjnë ibadet me sinqeritet, të jenë të sinqert. Dhe gjëja tjetër që i duhen njeriu në ibadetet e veta dhe në jetën e përditshme është pikërisht frika ndaj të madhit Zot xhelle xhelalu. Pse? Sepse njeriu i cili agjeron
nuk mundet bëj veprime të këqija sepse e din që është agjerueshëm dhe momenti që unë e bëj një veprim të keq, menjëherë kujtoj dhe mendoj që ky agjerim do mprishën. Menjëherë e kujton atë hadithin e profetit alayhi salatu wassalam, me domethënien e hadithit që thot kush nuk i lën shpifjet, përgojimet, sharjet, ofendimet ditën kur agjeron, vetëm se e ka lënë barkun bosh. Prandaj njeriu stepet dhe njeriu e përmban vetin e vet kur është agjerueshëm. Sepse unë nëse bëj veprime të këqija, Allahu subhane xhelle xhelalu nuk ma pranon këtë veprim, nuk ma pranon këtë ibadet. Po ibadet e tjera kur ne i bëjmë dhe bëjmë punë të këqija, a pranohen te Allahu subhane xhelle xhelalu? Wallahu ta'ala alam. Prandaj Ramazani dhe pikërisht agjerimi është ajo që na mëson neve që të kemi frikë ndaj Allahut subhane xhelle xhelalu, të jemi të sinqert në ibadet dhe të kemi frikë Allahun azza wa xhel, dhe pikërisht agjerimi në Ramazan ne na mëson gjithashtu që të mundohemi të bëjmë ibadetet mshehrazi, domethënë të mundohemi të mshehim. Nuk ka nevojë të bëj reklama, nuk ka nevojë të nxjerr në statuset ndryshme se sa ibadet kam bën, se sa recate kam bën, se sa hatme kam kry, se sa sadaka kam dhënë, se sa zeqate kam dhënë. Nuk ka nevojë, atë e din Allahu subhane xhelle xhelalu dhe mjafton ta di Allahu azza wa xhel xhelle xhelalu. Allahu azza wa xhel kur na përmend gjithashtu Ramazanin, kërkon prej nesh krahas agjerimit, kërkon prej nesh Allahu azza wa xhel që të jemi njerëz, të bëhemi njerëz të mirë, bëhemi njerëz devotshëm. Sepse nuk ka, siç e përmenda më lart, nuk ka vlerë ai agjerim ku njeriu, shiko, agjerimi i don dy gjëra. Të ndalesh, do të thonë, dy gjëra mos dalin nga goja jote. Njeriu i cili agjeron, dy gjëra mos t'i nxjerrin nga goja vet. Do të thonë, një mos ta fusi në gojë dhe tjetra mos ta nxjerrë për gojë. Mos fusi në gojë ushqimet dhe pijen, hajen dhe pijen sepse e prishën agjerimin, dhe mos nxjerrin nga goja fjalë jo të mira. Fjalë fyse, ofenduese, sharje, përgojimet ndryshme, sepse e prishin agjerimin. Domethënë edhe herë përsëris dy gjëra e prishin agjerimin. Ajo atë çka futën në gojë dhe atë çka nxjerr për gojë. Çka futën në gojë ushqimet dhe pijet, dhe çka nxjerrën për gojë ofendimet dhe sharjet. Këto janë ato që e prishin agjerimin e njeriu duke u bazuar në hadithet e profetit alayhi salatu wasalam. Prandaj Allah azza wa xal kur na jep muajin e Ramazanit një herë në vit, është mëshirë, subhanallah, është mëshirë, është maghfiret. Allah azza wa xal, imagjinoni motrat e mia, imagjino mos kishte 12 muaj, mos kishte Ramazan hiç. Vetëm të mendoni një moment që viti i cili ka 12 muaj, këto 12 muaj mos kishim në Ramazan, në çfarë gjendje do ishim? Çka gjendje, imagjino tani, ulu me vetin tënd dhe mendo, po mos ishte Ramazani, çka gjendje do ishim ne? Po Ramazani është ajo muaj, është medrese, është shkollë, është të na edukon Allahu subhane xhelle xhelalu, si mu afru me Allahun azza wa xhel, si mu ngrit shpirtrisht, si me lexu Kur'an edhe më shumë, si me bë vepra të mira edhe më shumë, si me qenë edhe me njerëzit më të mirë. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. I madhi Zot xhelle xhelalu kur thot këtë ajet kuranor dhe e lexojm shpesh, që Allah azza wa xhel thot, o ju besimtari, drejtohet besimtarëve që thot ju ka bë farz, ju ka bë obligim agjerimin. Për çka arsye e Rabbina ke bë farz agjerimin? Kush është arsyeja? Kush është urtësia? Çka don Allahu subhane xhelle xhelalu me ne kur na ka bë farz agjerimin? Allah azza wa xhel e jep përgjigjen në fund të ajetit kuranor, la'allakum tattaqun, ndoshta ju do të bëheni devotshëm. Ndoshta ju njerëz do të bëheni më të mirë. Bëni më të mirë në familjen e juaj, bëni më të mirë me bashkëshortet e juaj, bëni më të mirë me fëmijët e juaj, bëni më të mirë me komshitë e juaj, bëni më të mirë me njerëzit, të hiqni zilin, të hiqni armiqsinë, të hiqni çdo gjë të keqe që ke në zemrën tënde dhe shpirtin tënd, luftosh me vetvetin tënd që të bëhesh njëherë më i mirë, la'allakum tattaqun, ndoshta ju do të bëheni më të mirë. Prandaj Allahu subhanahu xhelle xhelalu na ka dhënë dhe rahmet, mëshirë, elhamdulillahi rabbil alamin, mëshirë për Allahut azza wa xhel. Nuk ka mirësi më të madhe që ka dhënë Allah azza wa xhel muslimanëve se mirësia e Ramazanit një herë në vit, sepse Ramazani të pastron, të distilon, të afron me Allahun azza wa xhel, të afron me Kur'anin, duhet bëj më të mirë me njerëzit. Këtë kërkon Allahu subhanahu xhelle xhelalu për nesh. Është një hadithi profetit alayhi salatu wasalam, është hadithi i njohshëm, hadithi sakt që e përmendin shpesh hoxhallar në ligjëratat e tyre, dhe besoj se edhe ju e keni ndëgjuar shpesh, po është hadith subhanallah
që zakonisht kur vjen çështja e agjërimit Ramazanit dhe kur flasim për të mirat dhe të bukurat e Ramazanit, e përmendim edhe këtë hadithin e profetit alayhi salatu wassalam. Kur profeti alayhi salatu wassalam ka qenë në xhami sallallahu alaihi wasallam dhe thuhet ka hyrë në minber, ka hyrë të maj hutbe sallallahu alaihi wasallam dhe thuhet që nuk e ka majt hutben si për herë që e ka majt, po ka thënë vetëm 3 herë amin amin dhe ka zbrit për minberin. Këtë shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam janë habit dhe janë çudit, kanë thënë ja Rasulullah, thehet amin 3 herë për çka arsye? Atëherë profeti alayhi salatu wasalam thot merr Xhibrili alayhi salam. Merr Xhibrili alayhi salam dhe i bëni 3 dua, i bëri 3 lutje Xhibrili alayhi salam. Cilët janë këto 3 lutje? Lutja e parë, Xhibrili alayhi salam kur ka ardhur dhe i ka thënë Muhammedit sallallahu alaihi wasalam raqm anfihi, ose si më e përkthyn në shqip me për afru faktikisht përkthimin e saj, i largum, i humb, është ai njeri i cili hyn Ramazani dhe del Ramazani dhe nuk ju kanë fal gjunahet. Për Zotin e madh, humbje e madhe për ne është që hyn Ramazani dhe dalje Ramazani dhe mos janë fal gjunahet. Dhe ka ardhur Xhibrili alayhi salam special te Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe e ka bërë këtë dua. Dhe më thamë na tregu që Ramazani është mundësi që njeriu të pastrohet për gjunaheve dhe kemi nevojë më pastruar për gjunaheve, sepse secila prej nesh bën gabime dhe jemi gjunahtar dhe kërkojmë për Allahut subhanahu xhelle xhelalu me mënyra të ndryshme që të na pastrojë për gjunaheve. Një për atyre mënyrave, shkaqeve, sebepeve është pikërisht agjërimi, pikërisht Ramazani. Prandaj Xhibrili alayhis salam ka ardhur me porosi për ummetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe kjo porosi do jetë deri ditën e Kiametit. Porosi për mua dhe për të gjithë ju. Kur thot i humb, ka humba i njerë, ka humba i njerë i njeri i cili hyn Ramazani dhe del Ramazani nuk ju ka fal gjunahet. Pra njeriu do t'i ketë disa pikëqëllime, një për atyre në Ramazan, një për atyre është që unë do të më falen gjunahet. Dal prej këtij Ramazani me faqe bardhë, dal prej këtij Ramazani inshallah nëse Zoti na jep jetën dhe ymrin, dalim me gjunahet pastra, me gjunahe të falme për Allahut subhanahu xhelle xhelalu, ta shfrytëzojmë çdo minutë, ta shfrytëzojmë çdo sekond këtij muaji të madhërueshëm, se vallah billah nuk e dim kur të vijë Ramazani tjetër, a do jemi gjallë, nuk do jemi gjallë. Dhe mos t'i bim pishman pastaj pse nuk kam vepru dhe pse nuk kam punu edhe më shumë. Pra të mundohemi sa të kemi mundësi, brenda mundësive tona, brenda takatit tonë, dhe bëjmë punë të hajrit, bëjmë punë të mira çdo ditë, çdo minutë dhe çdo sahat të këtij muaji të madhërueshëm. Duaja e dytë që ka bëu Xhibrili alayhis salam që ta përfundoi hadithin e profetit alayhis salam ka thënë i humb është ai njerë. Sa të humb janë ato njerëz të cilët thot i kanë prindët gjallë dhe nuk e fitojnë xhenetin me ta. I kanë prindët gjallë dhe nuk e fitojnë xhenetin me ta. Porosi tjetër e Xhibrilit alayhis salam për ummetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ato të cilët i kanë prindët gjallë dhe nuk i fitojnë xhenetin me ta janë të shumë të humb, kanë humb shumë. Si fitohet xheneti me prindin, me mirësjellje, me dashuri, me respekt. Wala taqul lahum uff. Allah azza wa jalla thotë dhe mos i thuaj atyre fjala ma e rëndë. Këtë do ta di se cila prej nesh, fjala ma e rëndë që t'i thuhet prindit, ma e rëndë e Zoti i Madh, që t'i thuhet prindit është fjala uf. Uf o nën ke ladh, uf o bab ke ladh. Kjo është fjala ma e rëndë Allahu subhanahu xhelle xhelal. I madhi Zot e ka bë prindin, nanën edhe babën sebeb që njeriu ta fitoj xhenetin Allahut azza wa jall. A e dini ju që angazhimi kur në prindit ka nevojë, këto do ta di se cila prej nesh do ta di diçka. Angazhimi dhe kujdesja ndaj prindërve është më i mirë, nuk po e thot Sumeja këtë e thon dietarët duke u bazuar në argumente, angazhimi dhe kujdesja ndaj prindërve kur ato kanë nevojë është më i mirë se leximi i Kuranit. Çka do të them me këtë? Mos u habisni. Momenti që njeriu është duke lexuar Kur'an dhe prindi e urdhëron fëmin e vet, shkon fulan vendi, blej diçka për shembull, e urdhëron për diçka, menjëherë do ta mbyllësh Kur'anin. E mbyllën Kur'anin dhe ti përgjigjesh prindit, këtë e thon dietarët. Angazhimi dhe të kujdesesh për prindin është më i mirë thon dietarët se ta falësh namazin e duhas. Këta ka thënë i madhi Zot në Kur'anin Kerim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allahu i madh xhelle xhelalu ka bë farz në tokë, ka bë urdhër, ka dhënë urdhër që ti bëhet ibadet Allahut azza wa xal, ti në shktrohemi të madhit Zot dhe direkt mas ibadetit Allahut
vjen mirësia ndaj nanës edhe ndaj babës. Vjen mirësia ndaj prindërve. Të jemi të kujdesshëm, t'i duam edhe t'i respektojmë. Valla, prindët, për ato që i kanë gjallë faktikisht, do ta dini se prindët dhe jemi prind vetë, nuk kërkojmë shumë prej fëmijëve. Prindët prej nesh ose ne prej fëmijëve tonë nuk kërkojmë gjë të madhe. Kërkojmë vetëm të na duan edhe të na respektojnë. Nuk duam asnjë gjë tjetër. Duam për fëmijëve tonë që fëmijët tonë të na duan dhe të na respektojnë. Prandaj Allah Azza wa Jall ka thënë wala taqul lahum uff. Ka thënë mos i thuj uf, respektoje. Wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, dhe thuj o Zot, mëshiroj ato siç më kanë edukuar, siç më kanë rrit, siç janë mundu duke më rrit kur kam qenë i vogël. Sidomos në Ramazan tani nuk guxon nanës e cila është ngrejt, mundohet me bë iftarin, mundohet me bë syfyrin, plus që ka është duke agjënu vet, plus ta ngrej zërin fëmija, ti bërtasi nanës, pse se ke bë kështu po e ke bë ashtu, nuk guxon. Nuk guxon sepse mund ta prishësh Ramazanin tënd dhe ja thyn edhe zemrën nanës. Dhe thyrja e zemrës së nanës te Allahu subhanahu xhella xhelalu shumë e rëndë, ta dini. Në përgjithësi, thyrja e zemrave të njerëzve te Allahu është shumë e rëndë. Sidomos t'ia thysh zemrën nanës. Thyrja e zemrës së nanës edhe babës është shumë e rëndë te Allahu subhanahu xhella xhelalu, këtë kemi kujdes. Prandaj në Ramazan kemi ndigjuar dhe ndigjojmë që kemi nana të cilat ankohen thot shumë nervoz, shumë bërtasin fëmijët, shumë ulërasin, do thënë, a thosh se ajo nana është shërbëtore dhe kret menyt çka ka restoranti duhet ja bëj fëmijës në shtëpi, nuk shkon ashtu. Edhe është njeri, edhe ajo ka nevojë për një fjalë ngrohtë, edhe ajo ka nevojë për një ndihmë që duhet ta ndihmosh, jo ti bërtasësh edhe ti ulërasesh. Prandaj, siç e përmenda dhe e përmendi prap, që keni kujdes dhe të kemi kujdes se fjala më e rëndë për prindin, ti thush prindit është uf, te Allahu subhanahu xhella xhelalu. Unë jam e vetëdijshme që sot në këtë kohë që po jetojmë, ufi është bërë diçka normale për dikën, sepse kemi arrit dhe është arrit deri në atë grad, deri në atë shkallë që të ngrehet dorë mbi prindin, kjo është, do të thënë që nuk e ban, nuk e di si mban tokat ato njerëz të cilët bërtasin ulërasin prindit në shtyrë plus e ngrin dorën mbi prindin e vet, nuk e di si i ban toka ato njerëz të cilët i nxjerrin prindet e vet jashtë, nuk e di si i ban toka ato njerëz të cilët kanë vite të tëra që nuk flasin me prindit e vet dhe nuk e di se si agjërojnë ato fëmijë faktikisht që nuk i bjen mendja as për nan dhe as për bab. Kështu që nëse don kënaqësinë e Zotit, do ta kesh, do t'i kënaqësh prindët e tuaj. Duaja e tretë që ka bërë profeti, që ka bërë Xhibrili alayhis salam kur ka ardhur te profeti alayhis salam, ka thënë, i humbë është ai njeri i cili përmendet emri Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe nuk çohet salavate mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, kur Allah azza wa jall thot inna Allahu wal malaikatuhu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah azza wa jall thot vërtet Allahu dhe melaqet çojnë salavate mbi Muhammedin sallallahu alaihi